10 ura të ndërtuara mbi kanale, lumenj dhe kolektor gjatë viteve 70 frekuentohen edhe sot nga banorët e Myzeqes. Me gjatësi prej disa metrash deri në 1 kilometër, këto ura bëjnë lidhjen mes fshatrave duke shkurtuar kohën dhe distancën për banorët. Më e frekuentuara është edhe ura e kanalit Mujalli, por ato janë edhe të amortizuara dhe kalimi mbi to përbën rrezik për banorët, si në rastin e kësaj ure. Kjo është një urë që lidh 10 fshatra në të dy anët e lumit Seman. E frekuenton ti kur ke kaluar për herë të fundit atje? Unë tash para një 2-3 javë kam kaluar. Pra, aty shkurton distancën në vend që të biesh nga rrugët kryesore? Ajo, kjo është shumë distancë, kaluam në Petova dhe dalësh në Petova. Për të lidhur zonën e Libofshës me zonën tuaj. Po, me zonën tuaj. Ata e ka bërë bonifikimi atëre. Ajo ndërtua që tikte ujtë matan. Të dilte në rreth dhe tikte në Libofsh. Kanalizimi e ujtë. Hite pompa atje dhe ikte ujtë matan. Sot s'kalojmë me atje. Kur do të kalosh atje? Jo, me makinë jo. Me makinë vogël. Vetëm me mjetë kështu. Me mjetë kështu. Kalojnë shpesh banorët andaj? Kalojnë me motorra me kështu, po jo me makina. Sa kohë ju shkurton juve që të vesh në... O, ajo shkurton shumë që ato. Po ata e prishin. Kush e prishin? I hoqën se ka pasur kanali, ka pasur mbrojtje. Pra është dëmtuar dhe se struktur? Po. Njerëzit vetë, banorët e hoqën? Po banorët pa tjetër. I morën banorët? Po, i morën ato hekrat nënësore. Nuk ka një evidencë studimare, por bazuar në faktin se këto ura janë ndërtuar mbi sistemin bonifikues dhe lumenj, numri i tyre shkon mbi 100. Pjesa më e madhe e tyre kanë nevojë për restaurim, ndërkohë që banorët i frekuentojnë si rrugë të shkurtra kalimi me automjete ose si këmbësor. E gjata vërtetësisht 1 kilometër, ura e kanalit në Mujalli është ndër më të mëdha në territorin e fshatrave të Myzeqes. Ajo lidh Libofshën me Gresallin dhe frekuentohet ende sot, 40 vjet pas ndërtimit të saj. I ka rezistuar kohës, por është një urë pa element sigurie.